Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Në fakt, sot kam një vibe ndryshe nga ditët e tjera. Sot kam një vajzë aktore, këngëtare, modele, e cila do të na flasë për rrugtimin e saj nga fillimi e deri më tani. Ajo është Lanela. Përshëndetje, Përshëndetje. Je shumë e mirë live. Shumë faleminderit, kënaqësi është që t'jam këtu pranë teje, një moderatore e shkëlqyer, edhe pse në fillimet e tua, por prapë shumë mirë më pëlqen. Po si çuditem në fakt, sepse shoqëria jonë është bërë për të çuditur në momentin që një vajzë mbështet një vajzë tjetër dhe e komplimenton. Edhe disa mirë ndihem kur një vajzë më mbështet dhe më komplimenton. Është një gjë shumë e bukur. Të bën përshtypje sepse në Shqipëri ka mungesë të këtyre vajzave, por që ne duhet ta mbështesim njëra tjetrën dhe duhet ta suportojmë sa më shumë. Është një mungesë, po shpresojmë që të civilizohemi pa nga kjo pjesë ose. Po, të arrisim pak këtë. Tani unë, siç thash në fillim, ti je aktore, modele, por ke dhe pasion muzikën. Dua ta nis pak me Nelën e vogël. Nela vogël me ëndra shumë të mëdha. Unë që ëndra kam pas që të merresha me muzikën, pavarësisht se siç janë familjet shqiptare që jo të gjitha kanë pasur mundësi që të realizojnë ëndrat fëmijëve të tyre, por që mua më ka pëlqyer gjithmonë muzika. Dhe shpresoj që ta realizoj tani. Dhe patjetër. Tani që jam rritur, që jam bërë zonja vetes deri diku. Në momentin që ke talent dhe dëshirë dhe pasion për diçka, gjithmonë arrihet. Realizohet, po. Ti je marrë dhe me modeling. Po. Merresh aktualisht? Jo, aktualisht jo, jam marrë me fillimet e mia, e kam nisur në vitin 2010 tek Joni Peçi dhe më pas e kam rivazhduar tek Drilon Aslani, që ndodhet në Kosovë. Edhe tani nuk është se më pëlqen më të merrem me modelizmin, duket si një ëndër e një etape tjetër kur ke qenë më e vogël, që të pëlqente e bukura, kurse tani të pëlqen gjëra të tjera sepse tani ke filluar rritesh dhe e kupton botën më shumë. Do doja të pyesja nëse fiton një modele, por që ti nuk merresh më me modelingu dhe përgjigjen ma the se pse nuk vazhdon të merresh më me modeling, por që kriteret Nela i përmbush, 2 metër gocë. Faleminderit të dashur. Ti ke marrë pjesë edhe në aktrim. Po. Te filmi Ego. Po, i Drilon Hoxhës. Si nisi kjo? Unë domethënë u përfshiva në atë rol sa hapën mbyll syt, nuk është se domethënë kisha eksperiencë më përpara. Ma ofruan si rol, thash pse jo, ta provoj, njeriu duhet të provojë të gjitha në jetë dhe të shohë se ku të përshtatet, ku e gjen veten. Dhe e gjeta veten shumë mirë. Domethënë dhe Driloni të jep një ngrohtësi që domethënë i mbështet kastin e aktorëve, i suporton, edhe domethënë dhe unë jam ndjer shumë mirë. Momentalisht e gjen veten tek aktrimi? Mendon të bësh filma të tjerë, të jesh pjesë e tyre? Nëse do jetë ndonjë ofertë tjetër e mirë, pavarësisht se kam pas oferta mbas daljes time të parë të aktrimit, po nuk është se i kam pranuar, sepse nuk e di, ndoshta se kam gjetur veten, por nëse do kem ndonjë rast të mirë që ta mbush mendjen. Po, që të ma mbushi mendjen, që të më godasi, po pse jo. Më pëlqen aktrimi, e gjej veten. Sa aktori je ti në jetën reale? 70%. Me kë aktron më shumë? Varet nga situatat e jetës. Nuk është se në të shumtën e rasteve nuk aktroj, jam reale, por disa situata meritojnë dhe të aktrosh, sepse njerëzit sot kështu janë bërë. Duhet të jesh pak aktore që ta kuptosh tjetrin se si është. Kjo është shumë e bukur. Dhe mendoj që çdo aktor ka këtë cilësinë që të kuptoj tjetrin se si është dhe si të sillet. Edhe është shumë e bukur kjo. Në fakt doja të ndalesh pak te muzika. Çfarë të pëlqen më shumë tek muzika dhe ky pasion më thej që ka nisur që i vogël? Po, kam kënduar në për maratonat që zhvilloheshin kur ishim të vegjël, edhe kam qenë një ndër hyjet e maratoneve te fëmijët kur ishim, domethënë, fëmijë në gjimnaz. E kujton me nostalgji atë kohë? Po. Shumë nostalgji dhe s'e di. Pendohem për kohën që domethënë e kam lënë tike dhe kam ardhur deri këtu pa bërë diçka timen. Çfarë zhanri muzike të pëlqen më shumë? Baladat. Baladat janë të bukura. Baladat do të qenë mirë e bukur sa dëgjosh një balad, bie gjendja për tokë. Po, e vërtet. I ndjen ti kur këndon ose kur merr një rol në aktrim, i përjeton vetë, sepse shumë aktorë thonë që
përjetoj çfarë do lloj roli që marr kam, edhe nëse s'ka të bëj fare me mua, mund të kem një rol super negativ, por që i përjetoj. Sa i përjeton ti? Unë ndjej vetëm kur këndoj, do me thënë botën e muzikës e ndjej shumë, kur aktroj. Aktrimi nuk është ta ndjesh të 100% atë që do bësh, sepse kot nuk është fjala aktrim. Kurse të këndosh është diçka tjetër, mbyll sytë dhe futesh në botën tënde. Kur bën e mërzitur jam kurioze të di çfarë bën. Kur jam e mërzitur? Asgjë, duhet të futem në dhomë, gjë muzikë. Baladë. Baladë dhe që të thonë. Cila është balada jote e preferuar? Nuk është se kam ndonjë baladë kështu, që thjesht e dëgjoj. Po këngëtare që dëgjon më shumë. Lana Del Rey. Tuaj, mund të themi. Po shqiptare. Që përvajson baladat. Që përvajson baladat për mua që e kam dëgjuar që fëmijë është Stina. Stina. Po. Nga femrat? Nga firmat që do me thënë që më pëlqen dhe nëse nesër dua që të kem një bashkëpunim dhe është që është diva e muzikës shqiptare, është Dafina Zeqiri. Dhe mua më pëlqen shumë Dafina Zeqiri dhe s'ke ku e ka. Është të vërtet me fjalën e plot femër. Do me thënë, disa këngëtarëve pas një farë kohë u bie fama si kur humbasin, ajo nuk po humbet. Jo, ajo vetëm ngrihet. Ajo vetëm ngrihet dhe është shumë fantastike. Por që të kemi famën në asaj një ditë. Po patjetër, pse jo? Ke ndonjë projekt në lidhje me muzikën? Po, e kam një balad që është e mbyllur tashmë me klipin me gjitha dhe pres që ta nxjerrin në shtator dhe këtë gjë po e them këtu për herë të parë. Ekskluzive. Edhe të uroj shumë suksese dhe do jem fanse do ta quaj. Jo fanse. Jo suportuese, unë s'do më pëlqej që të kem fanse. Në momentin që mu do më pëlqej balada jote, të betohem që e dëgjoj 100 herë në ditë. Dua që të kem njerëz që të më duan dhe ta duan atë që unë do bëj, muzikën. Ta ndjejnë atë që do dëgjojnë. Unë nuk dua që të kem fansa. Je i vetmi person që je kaq modest. Kështu duhet jemi. Je Por shumë artistë njerëzit marrin shumë super xhiro në kohën e sotme, po njeriu kështu duhet të jetë modest. Ti je modeste, por unë dua të di dhe cila është ajo gjë që ti nuk e toleron kurrë. Gënjeshtra. Nuk e toleron? Po ka dhe gënjeshtra të bardha. Edhe tradhtin. Çfarë do të bëje nëse dikush do të tradhtonte? Asgjë, do japja derën letikte. Je tradhtuar ndonjëherë? Po. Si e ndjer? Po do gënjeja po thosh ajo. Se të gjithë janë tradhtuar njërin jetën e vet, edhe gënjen kushtot jo. E dim apo jo? Si jam djerë, jo, nuk jam djerë fare keq. Thash, thjesht kam hapur derën, e kam lënë personin të largohet, edhe. I ke dhënë një mesazh në një gjë ti? Mesazhin e merr vet. Në momentin që i hap derën, mesazhi merret vet. S'ke çfarë jep më mesazh. Është penduar? Normal që po. Ai që bën tradhtin ose ajo, ose flasim dhe në rast çift dhe në rast shoqërie, pendohet. Po në shoqëri je tradhtuar ndonjëherë? Deri diku, nuk mund të themi 100%, sepse tradhtit që ndodhin në shoqëri janë më të lehta dhe mund të falen. Po në momentin që dikush e ka në gjak tradhtin, e fal një herë, po do ta përsëris. Po në rregull, nëse ndodh përsëri nuk e falim më, po një herë në shoqëri falet. Po pse mos e falësh edhe në çift një herë tradhtin? Sepse personi që do të tradhton në çift është gjë më e rëndë dhe nuk mund të falet. Në momentin që tradhton, mendimi im është që nuk ka dashur kurrë. Po e bukur kjo. Ti çfarë mendimi ke? Po ta bëjmë tani do bëjmë me deratorën son. Me të unë mendoj që tradhtia nuk falet dhe nuk është gabim të tradhtosh, është zgjedhja. Edhe unë prap jam e mendimit që në momentin që e tradhton një person nuk e do. Po. Është vërtet. Sepse ktheje fikën nga ana jote. Nëse ti do ta tradhtosh dikë, do të thotë që ti nuk e do. Se po ta doje nuk do të tradhtoje. Nuk do të shkonte mendja ta tradhtoje. Po për thonë që nëse një femër tradhton me ndjenjë, ndërsa meshkujt tradhtojnë thjesht në një tërheqje fizike. Kush e kanë thënë të meshkujt? Kanë thënë meshkujt pra. Sa duhet i besojmë meshkujt na? 0. Po pse e ka aq natyrë mos besuese ndaj meshkujve? Sa di. Janë manipulues. Nuk i besoj fare meshkujve.
Po ti nuk më dukesh ajo natyrë që manipulohesh shpejt. Jo, po prandaj nuk i besoj. Se po thoya i besoj, do isha natyrë manipuluese. Tani nuk di çfarë të them, nuk di çfarë të them, mos thuaj më asgjë, nuk kam një temë tjetër. Tema tjetër është që un kam biseduar me ty dhe di që ti ke shumë qejf kafshët. Po, ja adhuroj. Nuk i kam qejf, ja adhuroj. Ja adhuron, i dashuron. I dashuroj. Pse? Sepse janë qenjet më të pafajshme në botë. Edhe më besnike nëse i referohen. Më të pafajshme, më besnike, janë qenie që nuk kanë gojë të flasin, të kërkojnë, të thonë diçka apo të ankohen. Ndryshe nga njeriu që... Ti ke kafsh në shtëpi? Po, unë kam kafsh, kam një qen të vogël minimaltez që quhet Luna. Luna! Do me thënë, unë kam pasur 5 qenë, kam pasur një çift, Luna dhe Laki, dhe fëmijët e tyre, por më pas i kam dhuruar. Në duar të sigurt ta besoj. Unë në duar të sigurt e kam dhuruar, tani nuk e di se çfarë të bëhet. Jo. Në fakt dua të kaloj një temë tjetër, po prap tek kafshët. Shumë kafsh janë të braktisura, sidomos në Shqipëri ku njerëzit nuk i trajtojnë kafshët mirë. Cili ishte ai mesazh që do jepje ti? Do jepje qeverisë, sepse qeveria është ajo që... A ka qeveri? Nuk ka qeveri, prandaj jemi në ditën e 80 sa në protest. Jemi në ditën e 80 sa në protest, por ne duhet të protestojmë dhe për këto qenjet që janë... Për kafshët. Po, mendoj që duhet të protestojmë për kafshët, sepse kafshët janë qenjet më të pafajshme dhe njerëzit duhet të sensibilizohen, sepse nëse ti nuk ke mundësi që të bësh mirë për një kafshë, ta ushqesh apo të bësh diçka për këtë kafshën, mos e dhuno. Mos e dhuno. Shumë e vërtet. Unë nëse nuk kam mundësi, nuk e ushqej, sepse unë e kam të përnaçme këtë pjesën që dali ushqej kafshët që ndodhen rrugëve, me sa kam mundësi se nuk mund t'i ndjek dhe në për vrima, sepse nuk e di ku fshihen, por ato që i shikoj, i ushqej për natë, mundohem, edhe dua që njerëzit të sensibilizohen, siç e thash dhe pak më parë. Ky është një mesazh shumë i bukur. Sepse shohim shumë video që kafshët dhunohen, pa bërë asgjë. Po çfarë bëjnë kafshët në fund të ditës? Ti vetë the pak më parë, ata nuk kanë as gojë të flasin, as të ankohen, as të punojnë, që të nxjerrin bukën e gojës siç bëjnë njerëzit. Ajo ishte një mesazh shumë i bukur dhe të gjithë njerëzit mendoj se duhet të jenë pak më human. Po. Atëherë ti je një person me aq sa të njoh unë, një vajzë shumë e fortë. Një vajzë që nuk din të lodhet, një vajzë që ke vullnet, dhe një vajzë që ndjek mendjen e vet, dëshirën e vet, ëndrrën e vet deri në fund. Po. Unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë vajzat. E para që do të thoja është ajo që thash në fillim të emisionit, të mbështesim njëra tjetrën, dhe jo ta shajmë, sepse ne kur shohim një vajzë që e mban veten apo diçka tjetër, fillojmë dhe e ofendojmë, e bullizojmë, jo po kjo, jo po ajo. Jo, vajza, duhet të mbështesim njëra tjetrën. Sepse nëse nuk e mbështesim në njëra tjetrën, nëse nuk e duam në njëra tjetrën, mos prisni që na duan meshkujt. Ja, pra një vajzë. Unë do kisha dëshirë të na këndojë një pjesë balada. Me shumë kënaqësi, por siç e shikon jam e ngjyrur. Por që do kemi momente të tjera. Do vish përsëri pasi të publikosh këngën dhe këtë premtim e dua live. Premtoj Klea që unë do vi këtu dhe do ta këndoj baladën live. Është me regjistrim, do jetë këtu për shumë kohë. Ti e mban fjalën. Tani unë kam një rubrika ime e preferuar që do përgjigjesh për 3 sekonda. Okej. Balada apo këngë ritmike? Balada. Modele apo muzikë? Muzik. Aktrim apo muzikë? Të dyja. Dashuri apo karrierë? Karrierë. Mos më shiko. Moj ti, beson ti në dashuri se tani po dalim në fare? Jo. Po pse kush ta ka thyer besimin dhe të ka bërë të mendosh që dashuria nuk ekziston? Se kafsha nuk më ka thyer asnjëherë besimin. Njerëzit, kush është ai? Tash s'mbat. S'mbat, e lejm fare. Po ke dashuruar ndonjëherë? Normal që po. Kush është ai që nuk ka dashuruar? Mos më thuaj jo ti po hajde, do skalet. Qen apo maca?
Unë jam të qeni, po dhe Macën nuk do ta anashkaloja. Okej. Një artist me të cilin do të doje të bashkëpunoje? Sa po e thashmi, Dafina Zeqiri, po Po çun. Stina, ai që po më bën baladën. Oh, një ekskluzivitet tjetër. Një këngë që të pëlqen? Se di s'është se kam në një kështu. Po një këngë që të përfaqëson. Nuk e di, Klea. S'është se më vjen ndonjë gjë më mend. Një gjë që nuk do ta bëje kurrë për famë? Të ndryshoja veten. Dhe as për dikë tjetër, besoj. Jo. Atëherë një ëndër që nuk do ta lësh pa realizuar veç muzikës? Të hap një qendër për kafshët. Edhe e fundit fare, si do e përshkruaje veten me 3 fjalë? Po pse s'thua me një? E guximshme dhe mjafton. Mjafton? Po. Okej, do ta bëj unë ty. E guximshme? Mos të mendo, se po mendova. Po jo, po du të gjej një gjë që të përshtatet me ekranin, e kupton? Po pres. Ta them kështu siç themin e vajzat, pjeshk. Edhe Burnesh, do që unë jam nga Veriu dhe fjala Burnesh ka shumë Dibrane. Burnesh do të quaja. Nela, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe, falenderoj shumë për vibe-in e mirë që më dhef, për mbështetjen. Nuk më ke bërë një pyetje që ishte në skalet. Po. Dhe duhet ma bëja. Po më thuaj. Ku e shohim Nelën? Ku do ta shohim Nelën përpara se të mbylli? Përveç se në muzikë që do eci, do më shihni edhe diku në një projekt televiziv, po nuk ta them ku. Thjesht kaq doja ta thoja. Meqense ma bëre pyetjen ti, e tregova vet. Ti ekranit shqiptar, televizioneve u duhet një person si ti, Nela. I duan artist të rinj dhe profesional, sepse sot e kësaj dite edhe muzikës po i hyn njerëz që nuk janë artist, po thjesht marrin famë diku dhe hajta bëjmë një këngë, po ti s'di të këndosh. Qetësou. Bukur. Bëj atë që ti di të bësh. Bukur, dhe pres me padurim që Nela të dalë. Do e ke gjithmonë suportin tim, mbështetjen time, jo vetëm se je e talentuar, e mirë, e guximshme dhe punon fort, por edhe se je një super vajzë që mbështet vajzat. Je shumë e mirë. Të falenderoj. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.